Shumica prej nesh e kalojmë ditën duke shuar zjarre, duke u marrë me problemet e momentit, por legjenda e menaxhimit Andy Grove kishte një ide tjetër, shumë më të fuqishme, të parashikonte problemet e së nesërmes dhe t'i zgjidhte ato që sot. Le ta zbërthejmë së bashku këtë metodë kaq praktike dhe gjeniale të planifikimit. Ky citim i Grove godet tamam në shenjë, e përshkruan në mënyrë perfekte atë ndjesinë të qenit gjithmonë një hap prapa, duke reaguar vazhdimisht ndaj krizave, në vend që ti parandalosh ato. Pyetja e madhe që lind është si mund të sigurohemi që rezervuari ynë të jetë gjithmonë plot. Pra, ja si do t'i qasim i kësaj teme. Do të fillojmë duke kuptuar pse planifikimi është një aftësi e përditshme, jo diçka e rrallë. Më pas do të zhytemi në procesin e tij me 3 hapa, do të shohim si e kthejmë planin në veprim me një sistem të quajtur MBO, do ta ilustrojmë me një histori që mund t'ju befasojë dhe do ta mbyllim me disa mendime se si mund t'i aplikojmë këto ide. Okej, gjëja e parë që duhet të bëjmë, le ta heqim nga mendja idenë se planifikimi është diçka e komplikuar, diçka vetëm për drejtorët e mëdhenj. Sipas Grove, kjo s'ka lidhje fare me të vërtetën. Dhe Grove e thjeshton në mënyrë gjeniale. Mendojeni pak. Çdo ditë, kur hipim në makinë, ne bëjmë një plan të vogël pa e kuptuar. Hedhim një sy te treguesi i karburantit, mendojmë se sa rrugë do bëjmë, edhe vendosim nëse duhet të ndalojmë në pikën e karburantit apo jo. Ky është thelbi i planifikimit, një vlerësim i thjeshtë, ku jemi dhe ku duam të shkojmë. Mirë, pyetja logjike tani është si e marrim këtë proces kaq të thjeshtë mendor dhe aplikojmë në probleme më të mëdha, më komplekse. E po, Grove e zbërthen gjithçka në një proces të qartë me 3 hapa. Këta janë 3 hapat. Së pari, vlerësojmë kërkesën e mjedisit. Së dyti, përcaktojmë gjendjen tonë aktuale. Dhe së treti, gjejmë mënyrën për të mbyllur hendekun mes të dyjave. Duket shumë e thjeshtë, apo jo? Por fuqia vërtet fshihet te detajet e zbatimit. Hajde t'i shohim me radhë. Okej, hapi i parë është të shikojmë jashtë vetes, dhe kur themi mjedis, nuk e kemi fjalën për natyrën. E kemi fjalën për të gjitha ato forca që nuk i kontrollojmë dot, por që na ndikojnë: klientët, konkurenca, teknologjia, tregu. Pyetja kyçe këtu është: çfarë kërkojnë të tjerët nga ne? Që ta bëjmë më konkret, imagjinoni një departament të shërbimit ndaj klientit. Mjedisi i tyre po u thot: klientët duan përgjigje brenda 12 orësh. Konkurentët tuaj po ulin çmimet dhe ka mjete të reja teknologjike që po ndryshojnë lojën. Keni parasysh, këto nuk janë opinione, janë fakte të pamomshme të tregut. Ky është realiteti. Mirë, pasi hodhëm syt jashtë, tani vjen pjesa ndoshta më e vështira. Të shikojmë brenda. Dhe ky hap kërkon një sinqeritet therrës, nuk ka vend për justifikime apo optimizëm të rem. Pyetja është, ku jemi realisht sot? Nëse nuk ndryshojmë asgjë, ku do të jemi nesër? Le t'i kthehemi shembullit ton. Realiteti i brendshëm mund të jetë ky. Mjedisi kërkon përgjigje në 12 orë, por ne po përgjigjemi në 48 orë. Stafi ynë është në limitet e tij, i mbi ngarkuar, dhe sistemet që përdorim janë të vjetruara. Dhe ja ku lind kontrasti, hendeku i famshëm mes asaj që kërkohet dhe asaj që ofrohet. Dhe ja ku arrim tek hapi i tretë, momenti kur gjithçka merr kuptim. Ktu analiza kthehet në veprim. Tani që e dim hendekur, diferencën mes kërkesës dhe realitetit ton, pyetja bëhet shumë e qartë. Cilat janë hapat konkret, specifik, që duhet të ndërmarrim për ta mbyllur këtë hendek? Pra, ja si mbyllet cikli për shembullin ton. Për të shkuar nga 48 orë në 12 orë, nuk mjafton të thuash duhet të punojmë më shumë. Duhen veprime të prekshme. Si për shembull, të instalojmë një software të ri, të riorganizojmë turnet e punës, të trajnojmë stafin. Këto janë vendimet që dalin nga planifikimi. Ky është produkti vërtet i gjithë këtij procesi. Mirë, tani kemi një plan të bukur, një listë me veprime. Fantastike. Por, si sigurohemi që ky plan të mos mbetet thjesht një dokument që mbledh pluhur në sirtar? Si e bëjmë realitet? Këtu, Grove prezanton një mjet tjetër thelbësor. Mendojeni kështu. Planifikimi është si të vendosësh destinacionin në një hartë. Na përgjigjet pyetjes ku po shkojmë. Ndërsa menaxhimi sipas objektivave ose MBO është si GPS-i ynë, ai na jep përditësime të vazhdueshme dhe i përgjigjet pyetjes tjetër po aq të rëndësishme. A jemi në rrugën e duhur për të arritur atje?
Dhe kjo fjali e Grove është absolutisht thelbësore. Pa një sistem që e mat progresin dhe e mban ekipin të fokusuar, çdo plan, sado briljant të jetë, rrezikon të mbetet thjesht një teori e bukur. MBO-ja është ura që lidh strategjinë me ekzekutimin e përditshëm. Dhe bukuria e MBO-s është se në thelb është super i thjeshtë. Gjithçka vërtitet rreth dy pyetjeve. E para, cili është objektivi? Ku duam të arrijmë? Dhe e dyta, cilat janë rezultatet kyçe? Pra, treguesit e matshëm që do të na tregojnë hap pas hapi nëse po i afrohemi atij objektivi. Tani, për të kuptuar thelbin e vërtet të MBO-s dhe veçanërisht nuancat e tij, Grove na sjell një histori që të gjithë e dim, por nga një këndvështrim krejt tjetër. Le të bëjmë një udhëtim pas në kohë në vitin 1491. Pra, gjithçka nis nga lart. Në maj të hierarkisë kemi mbretëreshën Izabela të Spanës. Ajo ka një objektiv të madh strategjik, të rrisë pasurinë e mbretërisë së saj. Ky është objektivi kryesor. Por si e arrin këtë? Ajo nuk mund ta bëj vetë. Kështu që ky objektiv i madh zbret një nivel më poshtë, tek varësi i saj, Kristofor Kolombi. Objektivi i tij është shumë specifik, të gjejë një rrugë të re tregtare për në lindje. Shikoni si objektivi i Kolombit mbështet drejt për drejt objektivin e mbretëreshës. Kjo është hierarkia e objektivave në veprim. Mirë, Kolombi e ka objektivin e qartë, po tani ai e kthen atë në një listë detyrash konkrete dhe të matshme, në rezultate kyçe. Lista e tij ishte: të sigurojë anijet, të trajnojë ekuipazhin, të bëjë një lundrim prove dhe të niset brenda afatit. Të gjitha këto janë të verifikueshme, ose i bëri, ose nuk i bëri. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Ne të gjithë e dim se çfarë zbuloi Kolombi. Por le ta harrojmë për një moment atë që dim dhe ta analizojmë ftohtë vetëm me logjikën e MBO-s. Ai ja doli ai? Ja pra paradoksi i madh. Kur shohim listën e rezultateve kyçe, Kolombi ishte një sukses absolut, i përmbushi të gjitha, një për një, por kur shohim objektivin e tij kryesor, ishte një dështim total. Ai nuk e gjeti kurrë rrugën për në Orient. Dhe pikërisht këtu fshihet mësimi i madh i Grove. Kolombi dështoi në objektivin e tij, por zbuloi një botë të re, e cila i solli pasuri të paimagjinueshme Spanjës, duke përmbushur kështu objektivin e madh të mbretëreshës në një mënyrë që askush nuk e priste. Mësimi: MBO është një busull për të na udhëhequr, jo një palpranga. Duhet përdorur me gjykim edhe me mendje të hapur ndaj mundësive të papritura. Pra, duke i lidhur të gjitha këto pika, arrim në thelbin e filozofisë së Andy Grove për planifikimin. Gjithçka ka të bëjë me atë që ndodh pas se mbaron takimi i planifikimit. Dhe kjo është diçka që ja vlen ta përsërisim. Vlera e vërtetë e një plani nuk qëndron te sa bukur duket dokumenti apo sa mbreslënës është prezantimi. Vlera e tij matet vetëm dhe vetëm nga veprimet konkrete që ai shkakton sot për të ndryshuar të nesërmen. Plani është vetëm shkëndija, veprimi është zjarri. Kështu që e gjithë kjo analizë përmblidhet në një pyetje të fundit, një pyetje provokuese. Duke përdorur këtë kornizë të thjeshtë, vlerëso mjedisin, shiko gjendjen tënde aktuale dhe identifiko hapat për të mbyllur hendekun. Cila është ajo lëvizje e vetme që mund të bëhet sot për të shmangur një problem të madh nesër? Kjo, në fund të ditës, është esenca e planifikimit sipas Andy Grove.